nderuar shikues, mirëmbrëma, ku jemi sot përsëri në podcastin Okult, në podcastin e lirisë të gjuhës shqipe, aty ku ne gjithmonë përpiqemi të themi disa gjëra të vërteta të cilat fshihen nga politika zyrtare, me orientimin ton heterodoks ose me orientimin ton kundër disa gjërave, jo kundër të gjithave sigurisht, po kundër disa gjërave që përpiqen t'i fshehin teoritë zyrtare me dashje ose pa dashje, se këtu në Shqipëri shumica e atyre që japin një lloj lajmi të gënjeshtër e marrin me copy-paste nga këta që thonë këta janë shkencëtarë, thonë këta që na japin ke BBC apo ke Reuteri apo ke CNN-i, dhe po edhe në ta është kriteri i së vërtetës, dhe lloj leshkosh këtu japin lloj emisionesh dhe madje po të vësh diçka në dyshim thonë ç'a bëhet kështu, ne kemi mësuar kështu në shkollë. E pat një emision që u fol për konspiracionin para ca ditësh ke ai Qerosi, më ftovi ai mua, se pavarësisht se nuk e tha atje se kërkon të mos ul tangëllikun, po nuk i shkova, sepse njerë që më thiri në kohën e pandemisë, ai moqi mikrofonin, më vuri 10 veta kundër dhe mua më la vetëm një. Këtë gjë bëri dhe tash, bën emisione për konspiracionin dhe fton një njeri që mbron tezën e konspiracionit dhe 10 të tjerë që janë kundër, edhe vetë është sa për 10 të tjerë se ndryn sa herë të doja i Qerosi, e dini ju për ka e kam fjalën, se s'dua t'ja përmend emrin, ai ndryn ku do e ndërpreta të një që flet, edhe përpiqen ta nxjerrin si qesharak. Megjithatë, këto që quhen teori konspiracioni, në fillim refuzohen të flitet për to, pastaj i paraqitin në mënyrë qesharake dhe pastaj futin bishtin në shalë edhe i pranojnë dhe nuk thonë kurrë që ne kemi qenë kundër këtyre, po mbyllin gojën. Dhe sot do të flasim prapë për një çështje që e quajnë teori konspiracioni, mirë po ajo që shfaqet qartazi para syve të tua, mos e quaj si një teori konspiracioni, por si një të vërtet. Do të flasim për chemtrailet dhe contrailet, çfarë janë, ku ndryshojnë, cila është e dëmshme, si e luftojnë njeriun me të gjitha mënyrat duke u përpjekur për depopullim, për t'i smur, për t'i mbajtur gjithmonë pranë doktorëve dhe pranë produkteve të Big Pharmës, e cila i paguan të gjithë dhe qerozët kur dalin në emisione, dhe ata budallënët e tjerë, ata qesharakët që ishin atje, ca ironik, ignorantë, ca që ishin atje në paneli atje, mbushur studiot plot me ignorantë. Po, mendojmë përjashtim si pastor Akilin, mendojmë përjashtim të rallë, edhe Oxhallar, priftëri, idiot, ignorant. Ai Qerosi ja bënte Giordano Bruno ka thënë me gjithatë e rrotullohet. Para njërë se ka thënë Giordano Bruno si pas teorive zyrtare që kemi mësuar, e ka thënë Galileo Galilei, dhe për Giordano Bruno ne u kam thënë që i vetmi libër që është në gjuhën shqip është libri i botuar nga shtëpia jonë botuese, i cili është me rreth 700 apo 800 faqe, ja ku e keni Giordano Bruno dhe Qerozi ta marrë ta lexoj. Nuk thot asgjë për tokën këtu, që toka është sferë që rrotullohet rreth vetes së saj, që rrotullohet rreth diellit, që bashkë me diellin rrotullohen rreth një dielli tjetër që është sistemi Alkyon, bashkë me atë bëjnë ca rrotullime të tjera, dhe ky ujë këtu nuk lëviz fare nga gota, me gjithë këto rrotullime. Ja u tregoj këtë që ta din të gjithë ata që flasin për Giordano Brunon, ta qepin dhe mos flasin kot. Ky është libri më prestigjos si Giordano Bruno, si botuar nga shtëpia ime botuese, Helga Cikris. Edhe është një libër jashtëzakonisht i rëndësishëm, i shkruar nga Francis Yacht, e cila ka qenë rektore në Universitetin e Oxfordit për teozofi. Dhe
është një personalitet dhe një emër i madh. Dhe këtu ku është dënuar nga kisha, nuk thuhet asgjë që dënohet nga se ka thënë që toka është sferë dhe rrotullohet. Jo, është dënuar vetëm si magjistar, për magji. Kisha e dënonte magjit. Dhe ky ynte në lidhje ishte magjistar i lartë, dhe ynte në lidhje me demonët dhe ishte ndonjëherë mbi nivelin e kishës për të lidhur me qenie të tjera superiore dhe kisha nuk e kontrollonte dot Giordano Brunon dhe e dënoi me vdekje. Prandaj zotërinj ignorant, qepeni gojën dhe mos flisni pa baza. Tashi, para se të fillojmë emisionin e sotëm, të shiroj të kujtoj dhe njerë të gjitha atyre që shikojnë kështu me një sy nga gardi, kështu dale qartë i themi ndonjë gjekti. Po mirë, po perëndimi i diellit si ndodh kur dielli nuk është sferë toka? Si ndodh? Po studio ignorant, studio, pse leksione fala do marrësh ti? Si ndodh? Ja si ndodh, toka është kjo dyshemea këtu e madhe, po t'jetë e fikur, t'jetë errësirë këtu, toka është në errësirë, ka një diell të zi nga poshtë që e ndriçon gjithë kuben me errësirë dhe është vetëm, ja ky është dielli, ja ky është i vogël edhe nuk e ndriçon dot, ndriçon gati gjysmën e dyshemes, edhe rrotullohet ja kështu, të del nga lindja këtu, afrohet të ndriçon, ikën këte, bëhet errësirë në ana tjetër e dyshemes ku jemi ne, vazhdon ande e ndriçon, është një dritë e vogël dielli, 5.000 kilometro largësh, edhe ana 5.000 kilometër largësh me diametër 50 kilometër. Kini dhe aplikacionin Flat Earth, e kini në internet që të shikoni në Android, e kini që të shikoni si funksionojnë dielli ana në çdo moment. E kini dhe me kohë, shtym para, shtym mbrapa, për të parë në vendin ku je ti, edhe eklipset e të gjitha i kini aty. Po nuk studioni e thoni, pa kjo si ndodh, po studioni pasaj kundërshtojnë, i thoi, kjo teori është kështu, ne nuk jemi dakord sepse nuk mund të ndodhë kjo. Po jo, si ndodh kjo? Errësira, si ndodh drita? Po ti e na ABC, e na aja, si të shpjegoj ty unë, se si ndodh. Ose pyetje të tjera, idiote thonë, pse merë ark Ylberi? Po merë ark se ka firmament lartë. Shkon godet në firmament lartë edhe kthehet merë ark. Shpërberja e dritës së diellit nga shiu. Falenderojmë të gjithë sponsorët tanë general që janë këtu të podcastit tonë dhe që mundësojnë zhvillimin e këtij emisioni dhe që vazhdimisht dalin këto logot këtu në Crown Team. Kemi dhe një numër telefonin përmjet të cilit mund të shkruani bla 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 atje, çfarë doni në mesazh në WhatsApp. Do t'ju përgjigjemi vetëm atyre që na shkruajnë në mënyrë të mençur dhe të logjikshme. Sa veta shkruajnë kot kështu, jo ma shpjego këtë, jo ma shpjego atë, nuk kemi mësues ne. Ose hajtë ta mësoj, bëj një kurs këtu edhe paguaj edhe të mësosh teorinë e tokës së sheshtë. Dhe njëkohësisht i kujtoj gjithë ata që duan ta shikojnë emisionin me titra, kanë mundësi sot YouTube e lejon këtë mundësi. Tashi, para pak kohësh thuheshe për vrasjen e Kennedit që është vrarë me një plumb, me atë plumbin magjik që bëri tërë ato vrasje, 17 lloj vrasjesh. Yri këte, doli në kokë, rrutullua në dhembë, yri në shpatull, nga shpatulla goditi në një atë të ripit, u kthye, goditi guvernatorin në park, pasaj u kthye në bark, e goditi në gjuhë dhe në fund t'ju kthye edhe në dorë guvernatorit, do me një plumbi vetëm. E kuptoni tash ai komisioni Warren dhe të gjithë njerëzit Eduard Sarkozy, bravo, sa bukur, e zbuluan si upe. Në fakt ishte komplet një gënjeshtër, ose kur thonë, kemi qenë nën, e abën ai Qerozi. Se besojnë, abën, se besojnë. Po se besojnë, mo pse s'vjen sot? Pse nuk vjen sot, mo, kam vajtur
në vitin 67, po sot të nuk vendot, ka humbur teknologjia, po atëherë kur si ishte shpikur telefoni wireless, si komunikonin ata atje me nënë që është 150 milion, këtë unë sa ju thonë juve me larkë, si komunikonin këta me ata pa u shpikur telefoni wireless? Po era atje si frynte, ana s'ka gravitacion. S'ka se era zgja, si lëvizte i flamuri atje. Po kur zbritën këta nga anja kozmike, si qishte kamera atje që po i priste, po i filmonte, kish bajtur në njerim për para. Po kur u raju ambazhuri pasaj në kokë e kini para të skenën aty, kur e kam filmuar këta aty në Hollywood, si kini parë. Ishin ata pozitivistët atje që, pozitivist, e mësua me një term, pozitivist. Do të flasim sot për teorinë që është quajtur teori konspirative, po që në fakt është veprim konspirativ, që është teoria e chemtraileve. Toka ka pasur eksperimente të shumta dhe është përballur me eksperimente të shumta me modele të ndryshme gjeoinxhinierike për të modifikuar motin, për të kryuar aerosolin, i cili është elmimi i ajrit nëpërmjet elementëve të ndryshëm kimik të dëmshëm për shëndetin, e tjera të cilat do t'i paraqisim er pas here edhe me foto. Zhvillimet e shpejta në shkencën e aplikuar dhe në teknologji kanë sjell një shpërthim të madh operacionesh jashtëzakonisht sekrete dhe të klasifikuara nga ore se dua t'ju them edhe një gjë se shkruajnë shumë njerëz, ore ç'a shikon ti atje anash? Unë atje kam një monitor që er pas here shikoj veten time se më është bërë refleks atje. Edhe kur idhem fotot, që them, ndro fotot që i flas regjis, është atje një televizor. Një monitor që kam unë. Qa mendoni se kam ndonjë që dirigent që ma bën me dorë, kështu më komandon? Shumë njerëz, ora, çfarë sekreti ke atje ti që shikon? Shikoj veten time atje. Dhe ka pasur operacione gjatë këtij shekulli të fundit me zhvillimin e shkencës, teknologjisë dhe të patentave, të cilat unë do të jap këtu patentat kryesore që janë për modifikimin e motit, vetëm në Shtetet e Bashkuara se ka dhe numrin e identifikimin. Gjithë ata që s'besojnë, sepse patentat nuk janë bërë kot, sepse ka shumë njerëz që thonë, ora, çfarë thot ky është i çmendur ky Alfredi? Ora, ngrini ndonjëherë kokën ju në mëngjes kur dilni nga shtëpia. Shikojeni ato gjurmët, ato janë chemtraile, domethënë janë të mbushura me element kimik. Ato keni parë rekshu në formë kubesh juve? S'ka pasur në formë kubesh. Ju të rinj që jeni rritur këto, që keni lindur këto 7-8 vjetë të fundit, 10 vjetë të fundit, që deri para 5-6 vjetësh nuk kuptoni gjë, ka një 5-6 vjetë që këta po e bëjnë, po e aplikojnë në mënyrë të vazhdueshme. Këta që janë sot 12-13 vjetë, thonë, çka ka thonë, ashtu se ashtu e djej se janë rret. Se ka 5-6 vjetë që kur ka filluar arsyeja që i shikon ndonjëherë, i duket sikur është normale. Po ne që kemi parë re natyrale, dim se çdo të thotë. Ka një ndërhyrje pra në biosferën e tokës, pra në sipërfaqe, në atmosferë, por edhe në tokë, me qëllime të ndryshme gjeoinxhinierike, nga programi i inxhinierisë geofizike që mbështetet nga një institucion famkeq në Shtetet e Bashkuara, që quhet DARPA. Kush të dojë mund ty ta shikoj. Gjurmët kimike, ose ato që quhen chemtraile, janë një nga aspektet e programit të erët që ish njohur publikut. Në mbar botën gjithnjë më shumë mund të edhësh ato fotot për të parë ato chemtrailet, ja ku janë ato vjet, ja ku janë dhe në avion fuqitë ndryshme të cilat poshtë të djathtas, të cilat janë të mbushura me lëndë të ndryshme kimike, ja ku kini mbi motor në krahët e avionit fotoja poshtë në krahun e majtë, ku kini gjithë ato tyta ku dalin elementet të ndryshëm
kimik të cilët bashkohen dhe len via të gjata, si që shikonin fotoja e dytë në krahun e djathtë nga poshtë dhe fotoja e tretë nga poshtë, shikoni ato tytat nëpërmjet cilave lëshohen këto elementet kimike nëpërmjet një motori shtytës, ja ku është edhe një aviator aty që ju thonë do bëni thjesht modifikimin e motit, pasi këto rrete gjata shndërrohen në këto vizat e gjata që quhen chemtraile, ose gjurmët kimike që lihen në ajër, përhapen dhe bllokojnë në diellin. Po të shikoni avionët që ecin në mënyrë normale, ato lëshojnë atë që quhet contraile. Contrailet në fakt lëshohen nga motorët, nga çdo lloj motori i avionëve, gjurmë të ndryshme të cilat nuk janë gjurmë kimike, por këto zhduken mbas pak sekondash. Gjurmët kimike nuk lidhen me procesin e djegjes së motorëve. Ato lëshohen qëllimisht përmes grykave të posaçme që i shikoni aty në foto, të vendosura mbi motor, të ushqyera nga tubat të brendshëm të avionit. Spërkatja shpeshherë kryhet në rrjet nga shumë avion. I keni parë ato kuadrata që bëhen në formë shau mbi qiell këto 3-4 vjet të fundit, duke ushtrirë nga dalë në atmosferë dhe duke marrë pamjen e rreve artificiale të zgjatura dhe të përhapura, të cilat në sasi të mjaftueshme krijojnë një vello të bardhë aerosoli që mbulon diellin dhe e zhbën dritën natyrore. I gjithë ky program është i njohur në qarqet e brendshme të atyre që merren me gjeoinxhinierimin dhe me gjurmët kimike, me chemtrailet. Ky quhet projekti Cloverleaf. Dhe karakterizohet nga një ndarje ekstreme informative. Madje as vetë pilotët nuk janë në dieni të qëllimeve reale të operacioneve që kryen. Për vite të tëra institucionet shtetërore e kanë mohuar ekzistencën e chemtraileve dhe i kanë paraqitur ato si avuj të padëmshëm. Ata kanë thënë që nuk janë chemtraile, po janë contraile. Pra, gjurmët që lehet çdo avion nga djegja e motorëve. Realiteti në fakt është tjetër. Spërkatjet janë përbërje kimike të qëndrueshme në ajër që formojnë formacione të pazakonta dhe erësojnë qiellin natyral. Justifikimi zyrtar i ofruar është shpëtimi i klimës. Por kjo është një narrativë që përpiqet të mbulojë të vërtetën me një shkencë të reme dhe që në thelb shpreh një filozofi mizore. Mund të ishni këto fotot, filozofia është të ruajmë planetin, por duke zhdukur njerëzimin. Por cilat janë në fakt qëllimet e këtij operacioni global? Mund të hedhësh dhe foton tjetër që ju kam dhënë, ja ku janë, shikojeni tash, ja ku keni në krahun e djathtë sipër, keni chemtrailet të hedhura nga disa avion që fluturojnë në drejtime të ndryshme. Në krahun e majt lart keni 2 avion, njëri që lëshon contraile, po ule pak regjia, po ja ku e keni avionin në foton majtas, avionin që është normal dhe lëshon contraile dhe avionin që lëshon chemtraile, avioni poshtë. Mirë, zvoglohe foton. Ja ku keni këto 3 fotot e dyta poshtë në krah të majt, ja si ka qenë qielli përpara, ja si ka qenë gjatë kohës që lëshohen nga disa avion chemtrailet, ja si bëhet rreth 45 minuta apo 1 orë qielli në krah të djathtë nga bllokimi i rrezeve të diellit. Aerosoli në fakt është një armë ideale, pasi askush nuk mund t'i shmanget dot ajrit pa të cilin ne nuk mund të jetojmë. Spërkatjet kryen lere këtu se do të them unë, kur ja ku e keni avionin poshtë në krah të djathtë, duke lëshuar poshtë, duke lëshuar
chemtraile për të gjithë idiotët që më kanë kundërshtuar mua dhe akoma megjithëse kam prova një 2-3 vjet, ka idiot që qeshin e thonë, po çfarë thot ky, këto janë gjurmë dhe avionit, po idiot, flini gjumë. Një nga objektivat kryesore të këtij operacioni është depopullimi gradual nëpërmjet helmimit të masave të gjera të popullatave dhe është ngjashëm me përdorimin e vaksinave, fluorit apo aspartames. Aspartamja është lënda, ai pluri i bardhë që hidhet mbi llokume dhe mbi kurabie, i cili është shumë elmos për organizmin e njeriut. Në chemtraile hidhen metale të rënda të ndryshme si alumini, bariumi, stronciumi, hidhen kërpudha toksike të ndryshme, hidhet oksid grafeni, ai që është futur dhe në këto vraskinat që u bën tash për Covidin, që janë vaksinat me mRNA të fundit. Ky është ajo që quhet numri i djallit 666, se ka 6 elektrone, 6 protone, 6 neutrone në fushën e vet qelizore. Këto krijojnë kushte që të dëmtohet shëndeti, fertiliteti dhe vitaliteti njerëzor, sidomos impotenca seksuale, qoftë ke meshkujt dhe qoftë ke femrat, shkaktojnë sëmundje të ndryshme si gastrointestinale dhe sëmundje të tjera, sidomos ato që lidhen me aparatin e frymëmarrjes, me mushkrit, por edhe ndotje të gjakut nga futja e elmeve nëpërmjet aerosolit. Aerosoli pra është një armë ideale pasi askush nuk mund t'i shmanget ajrit, siç u thash, spërkatjet kryhen mbi kokat tona dhe ne jemi të detyruar t'i thithim këto grimcat toksike, duke krijuar një gjendje të përgjithshme dobësie, pasigurie, infertiliteti dhe lodhje mendore. Kjo në fakt sjell një shoqëri të përqendruar vetëm në qëllimin e mbijetesës, e paaftë për të organizuar, për të jetuar, apo për të organizuar rezistencë që s'bëhet fjalë fare. Po rezistenca është vetëm ndaj nesh. Çfarë thonë këta? Çfarë thonë këta? Çdo mëngjes para se të dilni në punë, shikojeni një herë qiellin në orën 5 tash në verë si është, i kthjellët. Shikojeni në orën 6 si fillojnë dalin këto krokodilët që lëshojnë këtë plurin, edhe shikojeni nga ora 10-11 si zhduket dielli. Në fakt ekzistojnë mbi 350 patenta për modifikimin e motit, që datojnë që nga viti 1921. Vendet ndryshme si SBA-ja, Kanadaja, Australia, Kina dhe shumica e shteteve të NATO-s kanë nënshkruar traktate që lejojnë modifikimin dhe inxhinierimin e qëllimshëm të klimës. Ajo që shumica e njerëzve konsiderojnë si rreth e zakonshme, në të vërtetë janë, si të them unë, injeksione stratosferike aerosoli. Ja u thash që pari, e pyesni ndonjëherë veten, ore, ka re të këtilla kështu katrore? Nuk kemi parë re katrore. Prandaj, të nderuar shikues të emisionit ton, është koha për zgjim, të zgjohemi një herë, pastaj vjen koha për veprim. Po në qoftë se ne nuk zgjohemi, nuk kuptojmë, ne nuk ka se si të reagojmë. Edhe kur ne kuptojmë, përsëri nuk dihet nëse kemi fuqi për të reaguar apo jo. Këtu poshtë unë do t'ju jap tash një përmbledhje patentash, mund më jap regjia të zyrën e patentave dhe markave tregtare aty në Shtetet e Bashkuara që quhet USPTO. Ajo që paraqet ky dokument është një kronologji e gjatë dhe dokumentuar zyrtarisht e zhvillimeve teknologjike në fushën e modifikimit të klimës. Edhe njerë mund të kërkoni të lumtoni çfarë është USPTO, që është programi që kontrollon atmosferën, aerosolet, bën modifikimin e klimës, bën spërkatje nga ajri dhe krijon komunikime përmes atmosferës së ionizuar, duke përfshirë teknologji të lidhura me fenomene si chemtrail apo geoengineering. Unë kam përkthyer këto patentat që do t'ja u jap me një
analizë të përmbledhur të listës. Kjo listë përfshin qindra patenta që shtrien nga viti 1891 dhe në vitin 2013 që unë kam arritur t'i mbledh, dhe janë të lidhura kryesisht me temat e mëposhtme. A këta duhet me japë regjia, modifikimi motit dhe klimës. Si që kam përkthyer unë në gjuhën shqip, do më thënë është pika 1, pika 2 dhe 3, 4, 5, 5 pikat të më japë regjia aty me numra patenta, kush të doj mund të ndaloj aty videon, sa po të bëhen këto gati, ne do t'i analizojmë të pesta këto degët të marrjes së patentave, për qëllimin e marrjes së patentave. Një është modifikimi motit dhe i klimës, dhe ka një patent me një numër të saktuar, që të ta shikoni aty, mos riun t'i lexoj këto, se ju bezdis, metodë për prodhimin e reshjeve, ka një proces për kontrollin e motit, ka një metodë për modifikimin e motit, ka një që përmendet shpesh në debatet mbi chemtraile që quhet patenta stratosferik Welsbach-Siding. Ka një patent tjetër që yn në modifikimin e motit dhe klimës në grupin e parë që quhet metodë për modifikimin e motit. Do t'i nxjerr regjia tash shumë shpejt. Grupi dytë është gjenerimi dhe spërkatja e aerosolëve. Ka një patent që lidhet me prodhimin e reve të tymit nga avion në lëvizje. Ka një patent që lidhet me përdorimin e pajisjeve për spërkatje nga avioni. Ka një patent që është krijuar një generator për të krijuar tym. Është dhe patenta e të mirënjohurit HAARP, i cili bën ionizimin. Ja ku është logoja e Departamentit Tregtisë. Në grupin e dytë, ju thash që e katra është patenta e HAARP-it, e cila ja dhe institucioni që merret me këto në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Grupi tretë është teknologjia për re dhe reshje të shtirura. Këto që po lexoj unë, ja ku i keni këtu, i nxori regjia, ja ju lexova grupin e parë dhe grupin e dytë, jemi ke treshi, ja ku keni numrat e patentave në krah, dhe kush të doj mund të bëj kërkime, vetëm duhet t'i fut në anglisht ose të kërkoj vetëm me numrin e patentës dhe të gjej informacion përse përdoren. Tash i dua t'i pyes ta idiotët e nderuar, tash ekzistojnë këto patenta për këto qëllime që unë po ja u lexoj. Grupi tretë, generator për mbjelljen e reve me jodur argjendi. Pajisje për mbjellje resh, ja ku i keni në grupin e tretë. Metodë për mbjelljen e reve. Grupi 4, kontrolli i plurave dhe partikulave, grimcave në ajër. Patenta e parë është kompozim metalik për prodhimin e tymit higroskopik, thuhet, do me thënë në deklarata, se pasaj qëllimet e fsheta janë të ndryshme. Po, unë po ju tregoj që teknikisht këto arjen, se shumë njerëz çuditen thonë, ja, s'ka mundësi kjo, nuk mund të bëhet, s'ndodh, nuk ka mundësi. Gjenerimi i gjurmëve të plurit në ajër, proces për thithjen e rrezatimit ultraviolet me melaninë të shpërndarë. Grupi 5, ndikimi në atmosferë për qëllime ushtarake apo komunikimi. Patenta e parë quhet Islund patent, ndikimi në ionosferë për komunikim ose për armë atmosferike. Patenta e dytë është krijimi i reve të ionizuar artificiale mbi tokë. Kjo ka të bëjë dhe me sistemin HAARP për modifikimin e motit. Krijimi i rajoneve plazmike për ngrohje ciklotronike elektronike, quhet patenta e fundit. Mirë, lere aty të shikoj kush të doj mund t'i mbaj shënim regjia, ndërsa pse çfarë qëllim kanë këto përdorimi këtyre patentave? Ndërsa çdo patent nuk përbën automatikisht një provë për përdorim masiv ose për keq përdorim dhe keq trajtim, ne mund të shtojmë se teknologjitë për kontroll të motit
Shpërndarja e aerosolit dhe ndërhyrja në atmosferë tashme janë reale, të dokumentuara dhe të patentuara ligjërisht, siç po ja u tregoj këtu në faqe, të nderuar kundërshtar idiot që më kundërshtoni ose më tallni sa herë unë ju kam hedhur në Facebook me video gjëra të cilat i konstatoj nga vëzhgimet se unë nuk ec me kokën poshtë kështu, por e ngre ndonjëherë dhe lart kontrolloj, sepse nuk më mungon vigjilenca. Nuk fle gjumë edhe kur ec të fle gjumë. Disa nga këto teknologjitë që janë këtu kanë aplikime të deklaruara civile për mot, breshër dhe për pastrim atmosferik, ndërsa të tjera janë më të dyshimta ose të errta për nga qëllimi që janë krijuar. Ekzistenca e patentave njëkohësisht duhet thënë se nuk përjashton abuzimet që mund të bëhen për qëllime të fshehta, ushtarake apo depopullimi, sidomos kur mbështeten nga struktura famëkeqe si DARPA ose që përmenden në kontekstin e harpit që kemi folur, por ndonjëherë mund të bëjmë një emision të posaçëm për harpin. Si mund të përdoret kjo lista që keni ju këtu? Si shtojcë bindse për të treguar se programet e manipulimit atmosferik nuk janë teori konspiracioni, por realitete të patentuara. Në një video dokumentar apo podcast, siç po e përdorim ne sot, mund të renditen me zë, siç po i renditim ne, shpjegimet e shkurtra për çdo patent, siç e u shpjegova unë. Pra, kjo është një mënyrë që t'ju hap syt njerëzve dhe ti mësojmë që të ngrejnë edhe kokën lart, jo vetëm poshtë kur ecin. Për krijimin e një arkivi PDF ose të një faqe e interneti që i bën të aksesueshme publikisht këto informacione për ata që duan të studiojnë dhe më tej. Ky ishte një nga emisionet e para që unë po zhvilloj këtu në podcasti Okult në lidhje me këtë fenomen, me fenomenin shqetësues të chemtraileve dhe të ndotjes dhe spërkatjes të aerosolit, ajrit cilin e thithim kur spërkatet me elemente dhe me grimca të ndryshme kimike, siç u shpjegova më përpara. Dhe duhet jemi vigjilent, të reagojmë dhe të përpiqemi të bëjmë të pamundurën për të pastruar ajrin tonë, siç e kemi pasur ne në fëmijërinë tonë dhe deri para disa vitesh që kemi pasur një ajër shumë të pastër. Neve jemi të sulmuar nga të gjitha drejtimet. Uji i deteve është shpeshherë shumë i ndotur. Ajri është shumë i ndotur. Ushqimet janë shumë toksike. Dhe kjo po bëhet në mënyrë të qëllimshme. Njëkohësisht kam filluar rënja e prodhimit, e cila ka të njëjtën qëllim ashtu si dhe ndotja e ajrit për depopullim. Speciet që nuk ushqehen mirë dhe bollshëm sigurisht që shkojnë kundër projektit të natyrës dhe të Zotit dhe fillojnë bien numrin e pasardhësve të tyre, pra ulet numri i specieve ku njeriu është maja dhe kurora e krijesave që ka krijuar Zoti këtu në planetin tonë, në tokën tonë. Duke shpresuar që ju kam trokitur një çik në kokë, disa nga njerëz, se e di që shumica do mbuloj kokën me organ, prap do thotë çfarë flet ky, s'është herezi. Por një pjesë sigurisht ne punojmë me pak njerëz për t'i ndriçuar, sepse ata janë mësuesit e të ardhmes për të mësuar njerëzit e afërt, për të mësuar
kafene, komshinjtë, për të trokitur nga e qik në kokë, nga dal, se zgjimi do bëhet, me nga dal nuk bëhet dot në mënyrë të menjeshme. Ju kam thënë që njerëzit ndahen në 4 lloje. Në ata që janë të shkolluar dhe të ndryshuar nga Zoti, Zoti nëpërmjet disa lloj komunikimeve magjike i mëson dhe i orienton se si duhet të veprojnë dhe si duhet të mësojnë. Këta janë shumë pak, këta janë, nuk e di se sa me përqindje, po mund të them 1% për shembull, gjithë shoqërisë. Vjen pjesa e dytë, që janë ata që nuk janë shumë të shkolluar, pra nuk kanë shkolla të larta, nuk kanë mastera, nuk kanë doktoratura, por janë me gjimnas, mund të jenë me 8 vjeçare, mund të jenë me 4 klasë shkollë, mund të jenë pa shkollë si profetët. Dhe Zoti ndriçon me informacionet e tij. Dhe këta gjithmonë mendohen kur dele i gjati dhe ju thot Shqipëria buzëqesh, hajde ta bësh ta futesh në gjak që as ti se di se çfarë është dhe as unë, sepse ne i besojmë shkencës së maskarembe. Dhe shkenca na që nga me zonja se Zoti që na ka krijuar ne. Se arintë dhe shqiponjat edhe uqrit bëjnë vaksina dhe nuk jetojnë ashtu si që ka krijuar krijuesi i madh. Unë këtu mendoj që ta mbyll, do t'ju them edhe grupin e tretë kush janë ata që fjale madhe, intelektual. Janë ata pozitivistët, ata që mbushin studiot e Qerosit. Këta janë grupi tretë, intelektualët. Kanë shkolla, po s'kanë tru, e kanë trurin e mbyllur. Qarë ju thuhet, qa lloj përsheshi ju japin, ata din se ekziston dhe nuk din asnjë gjë tjetër. Atyre mund t'ju thua që idiotësinë më të madhe, po ja u the në shkollë, ata nuk mendojnë të thonë njerë pse. Si ka mundësi, çfarë është kjo? Por fillojnë si papagall, atë që u ka mësuar mësuesin fillor edhe në shkollë, fillojnë bla 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 bla, e përsëritin. Truri tyre nuk ka dritare, i ka të salduara me elektroda nga ato të fundit që s'ka që kiç t'i hap. Ata do vdesin errësirë, ata do vdesin intelektual, po me errësirë. Këta janë një 7-8%. Dhe pjesa tjetër, 90% janë ata që quhen dele, nuk kanë as ndriçim, nuk kanë as shkollë. Pra nuk kanë shkolla shumë, janë me 8 vjeçare, janë me 4 vjeçare. Ju thash që për ndriçim nuk ka lidhje shkolla fare. Të ndriçuarit janë të paktët që Zoti i zgjedh gjithmonë dhe që komunikon me ta me kanalizime. Çfarë janë kanalizimet? Janë ndriçime, janë ide që vinë një fluks energjetik që të vjen ty dhe të hap trurin. Deli gjati thot, Shqipëria, buzëqesh, ajdeni, t'ju sjellim, t'ju kafshoj këto dy gjarprind. Dhe ata që s'kan ndriçim dhe komunikim dhe kanalizime shkojnë. Ata që kanë, ju vjen ideja nga krijuesi. Mos shko, ki kujdes, toju dhe të tjerëve. Ju themi, po, sa na besojnë? Shumë pak. Ata që na besuan, janë të shpëtuar dhe në llogarinë e madhe, në jetën tjetër para Zotit, sigurisht që do kenë gradë të larta dhe karmë shumë pozitive përpara Zotit. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë, por mos harroni ta ngrini dorën me vështirësi dhe pap, një klik atje ku thot subscribe, që të mësoni dhe të dëgjoni ndonjë gjë që se u kanë thënë nëpër shkolla, që se u thonë
edhe shumë emisione si Puna e Qerosit. Dhe ky është emision që nuk ju let të bëni pozitivist, por të bëni të ndriçuar. Natën e mirë.